Këtu është horoskopi i martë 3 qershor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Edhe pse je një tip shumë i qetë dhe optimist, kohët e fundit ka pasur shumë tension, edhe një ishi mund të ketë shqetësuar. Në dashuri doni të keni frenat e marrëdhënies dhe shpesh tregoni më shumë forcë se sa keni. Demi. Ju keni qenë të shqetësuar për punën ose familjen tuaj dhe megjithatë fal këtyre përvojave do të keni mundësi të bëni shumë. Rizbulimi i emocioneve që dikush i kishte harruar prej kohësh. Binjaket. Vetëm dashuritë dhe miqësitë më të vërteta do të mbeten në rrezik, është një periudhë e veçantë e jetës tuaj në të cilën keni vendosur të hiqni dorë nga çdo lloj hipokrizie, largoni ata që janë të paqartë me ju. Gaforja. Ditë e mirë për marrëdhëniet shoqërore, për punën. Ju mund të merrni disa lajme të mira në 3 ditët e ardhshme. Luani. Brenda pak ditësh do të merrni një lajm të mrekullueshëm dhe nëse jeni duke bërë një punë nuk ka më apati, pavendosmëria është zhdukur. Ekziston një energji e bukur që transmetohet tek të gjithë njerëzit përreth jush. Virgjeresha. Kërkesat për para dhe negociatat me një ish janë të favorizuar, edhe nëse pas një betejë të gjatë dhe raskapitse. Sot ju shoh të zënë, por në përgjithësi gjithmonë të gjallë. Ditë vërtet aktive, por do arrini të zbutni çdo teprim. Peshorja. Koha e mirë për të kontaktuar njerëzit e duhur që do të gjeni pa shumë përpjekje. Në këtë periudhë, zgjedhjet në lidhje me paratë dhe programet që do të zhvillohen janë kthyer. Akrepi. Vështirë për të ruajtur ekuilibrin në dashuri. Nuk ka para për një projekt. Shigjetari. Sa keq që ato shqetësime të punës ose të një natyre ekonomike. Kini kujdes nëse duhet të largoheni ose të planifikoni një takim. Britsjapi. Do të përshtateni më lehtë në një situatë të re. Për zemrën gjithçka lejohet, zgjeron rrethin e miqësive. Ujori. Ju rrezikoni të digjni një miqësi ose një marrëdhënie thjesht për të patur shumë siguri. Jeta juaj dashurore po vuan pak nga neglizhenca, sepse po jepni shumë në punë dhe partneri juaj po ju bën ta vini re këtë. Peshqit. Nëse dilni nga një ndarje, nuk keni pse të keni frikë nga dashuritë e reja. Kujdesuni për marrëdhëniet me të tjerët, sot mund të keni disa përplasje në familje, flasim shumë dhe vetëm për para. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.